si që banë edhe tani për analistët, prandaj këta nuk e meritojnë mes qeverisë. Vetë faktit që kjo ma probleme ka funksionimin e Partisë Demokratike, se mirëqenien e qytetarëve kjo flet shumë. Vetë fakti të lutem mos ndërhyjmë, mbyllë gojën ndesa të kjo. Jo, vetëm pak, mos të ndërhyjmë. Jo, nuk ndërhyjva, ose nëse është më ndërhyj, kthemi minutat të fillimet. Ne dëgju Turrekës, termin mbyllë gojën, është pikërisht ajo që në mbyllë gojën, se ke ardhur me mashtru këto me geni, prandaj e meriton. Dhe kështu do trajtoj. Unë vi me mos ndërhyjmë, ju lutem për shkak ta respektojmë një. Të lutem mos më drejtoni zonja mos ju për derison si ndërhyjmë. Apo e menaxhoni ju debatin apo është e kujdes fjalori se nuk je kuvend këto në mesin e grupit parlamentar ODK-s me ushtreh që jem sutje me ushtreh. A din viç ke kujdes fjalori, minimumin e respektit që me mikrofonin shkruaj çka ka thonë Deona Mihajli aty dhe pastaj lexoj, nuk është problem. Nuk të intereson çka shkruajnë apo tregon kur krijon kushtet me folun e flas. Ju lutem vetëm pak, me shumë respekt ndaj dy zonjave. Edhe me shumë respekt që të jemi më shumë transparent edhe të komunikojmë më mirë për opinionin publik, ta respektojmë kohën e secilit, mos ndërhyjmë zonja Kryziu, do të kemi kohë edhe për replika, ta kemi kontrollin edhe të gjuhës, edhe shumë e rëndësishme kur shtrim tregohet minimumi i respektit ndaj njëri tjetrit, sepse nëse vazhdojmë gjindemi në një debat 2 orësh, kur t'jen dëgjohen tjetrin, momentin kur ti nuk e respekton tjetrin, kur flet ti s'ki respekt për vetvetëm, as pare s'ki respekt për qytetarët e Republikës Kosovës, për cilët kemi ardhur me fol këtu. Zonja Mustiu dhe zonja Kryziu, me shumë respekt ndaj juve, sidomos si zonja, më lejoni që ta vjoj më tutje. Të dyja se nuk i ndërhyjva as edhe një sekond. Prandaj nuk pranoj të më ndërhyj askush. Dhe mos me përfshi,